Mirëmbrëma shikues të dashur, ja ku po takohemi kështu me një ekspres më të veçantë. Ky është edicioni festiv i emisionit Ekspres këtu në Kua Vizion, ku si gjithmonë kujdesemi që ta përcjellim sa më mirë vitin që po e lëm pa, e kemi lëm pas tashmë, dhe të hymë mbar në vitin e ri, vitin 2026. Kënaqësia më e madhe imja është kur në një ambient kaq të ngrohtë, me një tavolinë të rrumbullakët, do të kem mundësi të bashkëbisedoj, jo të intervistoj mysafirët e ftuar për këtë edicion special. Kam kënaqësinë të mirëpres dhe t'ju uroj mirëseardhje. Elikona Hysaj Shala është sigurisht këngëtare e shquart, ju tashmë e njihni shumë mirë, dhe solo këngëtare dhe udhëhecse e korit për fëmijë Okarina, që ka shënuar vërtet sukseset e jashtëzakonshme. Të gjitha ato do të kemi mundësi t'i përmbledhim në këtë mbrëmje. Kemi gjithashtu edhe aktorin e mirënjohur Dukagjin Podrimaj, të cilin e falenderojmë gjithmonë për bashkëpunimin që ka me Ekspresin. E ftuara tjetër e kësaj mbrëmjeje është aktoria dhe poetja Gjejlane Tërbunja, si dhe e kemi mikun e kamës shumë të Ekspresit, të cilin e kemi gjithmonë pothuajse në studio për të diskutuar për të gjitha ngjarjet që organizohen nga Rave. Kam kënaqësinë ta mirëpres edhe Kushtrim Dushen, themelues i Rave, dhe Prishtina Music Conference, dy agjencioni dhe ngjarja të cilat janë shumë të rëndësishme për skenën muzikore në vendin tonë, sidomos për skenën e muzikës elektronike. Edhe një herë po ju them, faleminderit shumë që keni gjetë kohë me na u bashku në këtë mbrëmje festive të Ekspresit. Faleminderit edhe juve që dugi. Po filloj unë sepse unë e kom ditëlindjen këto 2 ditë, do me një edhe 2. 2 ditë e kini ditën. Sepse filloj mas 12-ve edhe përfundoj nesërmën, zë është nata 3 e vitit 3. Atër urime dhe ditëlindja. Faleminderit shumë. Urime një ma, dugirim urime. Kjo është një vetë 40 vjetë, kom bo. 20. Wow! 20 Gjysa jetës. 20 vjetë 2-20. 2 organizat. 2 organizat. Atëherë, kështu, po hymë direkt në temë me atë pyetjen e zakonshme, po si e vlerësoni vitin 2025 për ju? Po fillojmë nga, me që e more fjallën, duke? Nuk e di ashtë ide e mirë se unë vitin 2025 nuk e kom shumë të mirë. Me thonë, e kom shumë të mirë dhe kom shumë të keqë, dyjat. Pode. Sa i përket karierës, unë i kom fitu një 3 projekte, 2 prej ty në Hollywood edhe një reklame Volkswagenit Koshperanci, po fatkeqësisht nuk mujta me shku për shkak të dokumentave edhe këtyne problemeve administrative që Kosova në përcjell me to gjithmonë. Sfidat e zakonshme. Po. Për ndryshe kjo ka qenë, ade një vetë i mirë, po dhe jo shumë i mirë. Po kur ajo për të vazhdu. Hajde më rëgzua. Elikona. Unë nuk e di, si më ka shku 2025 shumë shpejt, shumë flash ka qenë edhe sa më ndoj që kam kohë, kur veç që ka ardhë momenti daljes në skenë, dhe kështu që diqka vetë sekonda, më ka duke zdo që shumë e shpejt. Ka pas, me të vërtet, sukseset pa numër ta kori fëmijëve Okarina, nëse veç i referohem asaj pjesës, një punë shumë e mirë, zbashku një knatësi, një vit me turne, një vit me dalje të veçanta, ku ajo një prej ngjarjeve ka shku edhe në anekant Globit, është video që po më pritjen për Dua Lipën, edhe ajo ka qenë një video cila ka qarkullu në 4 skajt e botës. Kjo për mu mendoj që ka qenë një prej sukseseve. Pa marrë parasysh ka pas kori fëmijëve Okarina sukseset shumë njëna mbas tjetrës me institucionet më të veçanta në vend, por kjo ka mri me depërtu edhe i ka bë fëmijët mundje shumë të veçantë edhe mu krenu me punën që kemi bë bashkë. Ashtë unë mendoj që nëse është punu sistematikisht gjatë gjithë viteve, edhe kjo që erdhi si befasi edhe shumë e shpejt ka qenë një ftesë, një farë mënyre një ditë për para, ka qenë një ftesë ku unë ka njerë mendoj... As pa ko për të bëgatje? Po se janë bazu që janë pushimet verore dhe zyra presidentës kanë kërku që pak të një fëmijë me nxjerrë në skenë, me prit Dua Lipën, edhe se kam pritë që ne mundi me angazhu këtë korin. Po, Kushtrimit dhe sa njëra angazhoj këtë korin. A kanë të dhe fëmijë krejt? Së shkollë të dukshëm punë? 46.000 kanë qenë. Nuk më duket prapë rekordet
rekordin e kemi na. Po rekordin e mbani me 80 fëmijë në skenë në AMC për koncertin e Adelina Ismailit. Kushtrimi është e mundshme, Rikon, ka 80, pse s'pa marrëm veç një pjesë u s'mi mi nda, është e pa drejt mi nda. Dhe të shfaqja baletit, a keni pas shumë fëmijë? Po, të Arthysi, po, gjithmonë kemi shku në këto ngjarje, kemi shku të pak të me një numër ma të selektuar për mes grupë moshës ose diçka. Po kur ka ngjarje të tilla ftesë për Dua Lipa, nëse më nda fëmijët. Edhe ishin bile dhe prend kanë mujt me ardha atë se. Disa e kanë prish pushimin, e kanë lënë pushimin se Nina ditët përpara ka qenë kërkesa mu mobilizu, edhe ne disa e kanë dalë pushimin në gjysa dhe kanë mri në provë dhe të nesërmen parasitja. Mi pas selektu, ashtu ma shumë ishin edhe nuk prind se fëmijët. Jo, me të vërtet kur janë në momenti kështu s'mundemi selektu, jo. Dashuria për Duan e ka bot vetën. Po, patjetër. Mirë kushtrim? Kushtrimi, këtë vete ka pos, se di, 15 vjetorin e Rave. Ka qenë përne me këgjan e vetë prej, muj me thonë, prej muajt shkort, nëse nuk ka bëj, kena fillu me evente, ku ka qenë grupi parë, nëse nuk ka bëj, ka qenë Jericho, ku jemi mundu me sjell pak ma shumë, pak ma ndryshe, se që na kam potencu njerëzit që hej, Rave elektronike dhe jemi shku në qatë frym, po realisht e kemi ndru pak. Jemi marrë bashkë me koncerte, jemi mundu pak me zhvillua këtë pjesën e koncerteve jazz, që të na nuk është shumë, po momentën e parë kur është një koncert jazz, biletat janë sold out. Gjithë. Edhe mu vjen shumë keq që personalisht munona shumë me sjell artistat mirë, që se di sa nevojë ka veni jonë për me pa koncerte tilla. Kështu që kemi bërë kohë gjatë koncerte, nëse nuk ka bëjë dikon 10 koncerte kështu bek, duke fillu për Jerichos, Saziso, ka qenë Sama Abdul Hadi, kjo artistja DJ e Palestinës që pak u munduva me bëjë thjerje, po normal, stilin e veçan, po u munduva pak me bëjë thjerje për Palestinës, normal pak të ditë dhe hallin asaj na mundu pak me support, ma sa support që mundu, po normal. Tani kemi fillu me koncertin e Arvendit, që ajo ka qenë ajo ka dominu verën. E ka dominu verën edhe njerëzit i kish marrë malë, i gjysh me shku me një koncert, open air, te Pallati i Rinis, si ti ajo ditë me unë prapë kam si me konë dje. Kështu që kemi fillu me njerë, mas 5 dite kemi sjell një artist tjetër për hikë me dohta aran, se për di sak që kemi bu. Sa mirë që për dendojnë? Jo, su keja mas unione që boni në Boiler Room, që shpërthej, i buni 10 milion shikime mrena një jave nëse nuk ka bëj. Kështu që kemi pas hapësirë për me vendos Kosovën në map në turin e ti. Kështu që ka qenë në Exit Festival, për Exitit e kemi sjellë në Kosovë, kështu që është pak diçka edhe për neve si vend me vendos Kosovën në hartat të tureve të artistave. Pastaj kemi marrë me Svenvet, legjendën e Teknos, që është normale, është edhe kemi bo një open air për herë parë që ka ndodhë në Prishtinë ose në Kosovë, me atë stadione. Kanë qenë 2 skena të Pallati i Rinis, mi platohet dhe të parkingu të sala e Diegon që na pequjmë. Pastaj kemi fillu me Prishtina Music Conference në nëntore dhe projekte tjera që i kemi për shembull të Ram Lahaj, që jemi bashkëpunëtor, Sunny Healing, Unum Festival, Kind Music, që kemë këgja kështu, ne na kom partë vetë non-stop. Kështu që ju dhe 500 punëtorët e to. Kështu që realisht veç kemi fillu për këtë vetë me punu, tash për këtë vetë për thëmë 2026-ën, already veç kemi vendos disa data të grupit Marigona, disa data një në fakt. Po kanë ardhe disa të tjera të koncerteve që po pretendojmë që kemi marrë konfirmime super shpejt, që menoj që ka me konë këgja në gjajshme, po ajo është në maj. Nuk ka me qenë realisht Pink Floyd, me sqaru pak për publikum, po ka me qenë si lloj musical për kanë me lujë si tribute në qëtë format, se pak e kanë keq kuptu këtë pjesë, po munove në stop me është shpjegove, se tash nuk vi. Dhe të borim fam njerëzit. Edhe ajo është shumë e këndshme, mësënës për ata që na adhurus plakt. Shpesh janë më të mira tributet se vetë. Dhe vërtet. Po tash kur vinë dhe Roger Waters dhe dërës, pak njerëzit, është tjetër të një muhabet. Ta vish me po është fajnë që e ke blej një bilet në po. Gjejlan edhe për ty, 2025 ta ka qenë fantastike, apo jo? Fala. Po flasim për karierën, se pastaj... Në disa dimenzione, në aspektin personal e kam pas një ndryshim, një rritje
menoj që u pata përkushtu të vetja, pata fillu kështot me u kujdes. Se u tuta në ajo Gjithmonë operacion mesazhi plastik. mirë. Tash mos në ajo operacion plastik kur të Jo, ndryshim halo. të vetja. Personal, kështu. Për shëndetin pata fillu ma seriosisht me u kujdes edhe me ushtrime qështu, edhe shëndetin fizik edhe mendor edhe e mora seriosisht. Kështu që në aspektin personal, këgja mirë ka qenë. Saj përket aspektit profesional, në 2025 unë u largova prej qandrës të filmit që isha si kryesuse e këshillit të qandrës, e aty për një 4 vjetë gati kom qenë të u marrë me një punë krejt tjetër prej asaj që jam si aktore, por ajo pakës ma ka nalë hovin për me lujt në filma, sepse konflikti interesit s'm ka leju, kështu që duna me pritash edhe një vjetë gjysë për me qenë pjesë e filmave. Ju këthy prap me të madhe, filmave, roleve. Manej, qka e ka karakterizu 2025 është që e kom finalizu ma në fund librin, e kom botu librin me poezi, edhe po shpresoj që edhe 2026 ka me u trefishu sa 2025, se so që... Presojmë. Pa tjetër, atër për mës me hy direkt kështu në pyetje direkte, me që është ko festash, sa jeni persona që i festoni festat, është diçka që e keni si në tradit kështu në familje, i shijani, apo jo? Po tut na me të pyet duke që se unë duke që... Se ti këta tjetë një. Duke që kemi më thonë direkt, jo valla unë e heq, kom qefë punu, se duke zakonisht ka Jo, qefë pak ma punu. ndryshe tash. Tash pak ma ndryshe për shkak se pi shef fëmijët që shpu kanë qef edhe mas nejti su. Okej, nashta është që kjo rruga. Po janë, bile postoj Rina një, gruja një video, dje e marum bredhin, dhe më thonë, fakt para 3 ditve që shpipjen. Po shumë afer, se tash zakonisht e lojmë edhe mas vitit 3, po ke një farë Atmosfere më ndryshe. atmosfera e vogla atua, se nashta që ashtu filloj me shiu, se festa se për ndryshe nuk i kom shiu shumë pushimet jo. Likona. Unë, si të mbaroj këto ngjarje që i kemi për shkak të vitit 3, mundona veç me pijama me najtë në shtëpi. Mundësisht edhe vitin e ri atë natë me kalu që ashtu, sepse ndikon pak edhe lodhja gjatë gjithë muajit dhjetor që shuna kemi në përgjithësi ngjarje një mas tjetrës. Edhe ndonjëherë fillojna veç pak struke me që kemi këtë angazhim me fëmijë sidomos shumë. E duke këtë ras 2 fëmijë ka pak ma lehtë e kjo, do të thonë te. Unë e kom punu pak në ASK, kom dhonë mësim pa. Shkollës mesme. Ama je kon ma i ri atëherë veç. Pa marrë parasysh. Pa marrë parasysh. parasysh ma lete ki. Nuk e Ma di lehtë e qysh kjo, po përvoja dikur përvoja. me te kalu ma lehtë dikur. Kur s'ke, do të thonë të e zhvillu përvojën, të e dikur e shef çka është me rëndësi dhe çka jo, çka mos me bo pengesë. Se ndonjëherë tu dash me bo një disiplinë strikte kështu të fëmijët, krijon edhe pengesë në zhvillim të tyre. Jo, tash ti biles me qetësi i marr gjanat. Unë e posha. Thjesht lehtë, mirë, i din rregulla. Nuk kam komend. Edhe një farë mënyrë edhe me përvojë gjithmonë edhe e kalon. Po lodhja e ke ndryshe për përgjithsinë se sa më shumë që dalë në skenë, gjithmonë ajo rritja t'jep edhe një detyrë ma tepër me mbajt atë suksesin, tempon edhe normalisht gjithmonë duhet diçka edhe ma të re, diçka edhe ma të bukur, ajo ma shumë t'lodhë. Normalisht shpesh e shoh e zë edhe vetën edhe në vikende, të pratu menu për okarina, të ndonjerë të shkyqi pak menje se zbojnë prap. Do thonë djeleve presim prind në sash prej meje. S'është e drejt, por e kemi dinamik tip. Po tash, masi që mbarum edhe koncertin, vetëm pijame edhe thjesht kemi kështu këtë ndrotësim familjare, po. Mundohemi edhe me dalë jashtë Kosovës, në një vend ma afër, diçka se me të vërtet pak fëmijët, sado që janë rrit, e kanë pak këtë pritesën me dalë, me shiju diçka pakës jashtë, derisa fillojnë e kuptojnë rëndësinë edhe vizitave jashtë shtetit. Mundohemi pakës ma afër Shqipërisë, këtu dikun
mos me shku edhe larg, një herë për një herë. Po është shumë mirë pikrisht për këtë edhe e bona pyetjen se të gjithë ne që punojmë, sidomos edhe në media, po edhe ju si artist, edhe të gjitha punat që i bëjmë, kryesisht puna më e madhe është pikrisht në kohën kur ka festa për diçka, ju duke organizuar ndonjë koncert që nuk të bjen mend me mendu që o ta shijoj se është koha e vitit të ri apo kërshëndellat apo varësisht me çka është duke festu. Te vjet për shembull, vitin që shkoj, kemi pas 2 koncerte, tykon 27, 28 dhjetor nëse nuk ga bëj. Edhe kanë qenë sold out, edhe normal që nuk të karon men, as më marrë me diçka në shpe, ose as me organizu, as me bo plan, për shkak se është këgja shumë kohë prej verës, shtatore, tetore, tash eventet janë të ardhë, të zhvillu se cilën herë, ma shumë, se cilë organizator. Po ka këgja punë me ardhë deri në fund vit, normal që shta me herët e likona më do këtë viti ka qenë flash, super shpejt. Që po t'hiqë të në kuadrë. Po ka shku super shpejt, kështu që ka raste kur nuk bjen me më fort më marrë, dhe nështë pjesën ma të rëndësishme dësh pak me harru për më marrë me organizime tjera. Na si për shembull ma shumë jëmë backstage, dhe na backstage në organizim, se nuk jëmë pjesë e ftyrave televizionit që dalë shumë shpesh, po ka këgja punë. A e qështu i qetë edhe mrapa skenës? Jo, nuk jemi qetë mrapa skenës, nuk jemi qetë, po mënyra është që normal tani profesioni, puna po të bëm pak ma... Na veç në këtë gjendje e njohim kushtimin qetë. Po, Elikonës i pas karo me pa mrapa skena. Jo, unë e pas qëtësuam, po ne e qëtësova. E thash prit qëtësova, thash se mos e bëm me raj. Jo, po një moment, ke fëmi për ke rasin me fëmi, kanë shumë të fëmi edhe na ke i da, të drita da. Me që ku janë ka po, ke në skenë, po, kërë ke po kere në skenë të dhe fëmi, edhe u konë diçka shumë e vështirë, edhe ti ke vetëm do. Po, vetëm isha, se kisha edhe me mdimu se kisha problem. Po në moment që ti llogarit në ndihmën e dikujt, ti ke llogarit edhe ti nuk i shef kush po të ndihmon, sa po të ndihmon. Kur e keti fokusin vetë, din çka do me bo, ma mirë është ndonjëherë vetë. Nganjëherë edhe ngatrohen kur ti persona ja edhe prind erdhen, edhe po prap nuk kanë S'kish nevojë një farë mënyre. Është kjo po. Ata të kom po pakës ma të stresume dhe... Po se ke se erdhe Të ndryshon me zi pres më bo festat. Qëfar të feste, nuk ka lidhje, veç a fest. Njeri që i shion. Edhe i shioj, po edhe i kryoj vetë. Po shihet. S'do me thonë që duna me Me prit... një 2 janar i ardhë një intervistë. Nuk do me thonë që pa tjetër me qenë një fest të caktume edhe me festu. Une edhe i kom do shoqe që ashtu, që na i kryojmë vetë festat. Dhe gjejmë arsye për me festu edhe kur nuk ka. Do më thonë, i kryojmë. Në këtë rast specifikisht, kur vjen koha e festave të fundvitit, me zi pres që këj ftofti me ardhë, shumë njerëz nuk e dojnë ftoftin, unë e me zi pres më bo ftoft. Dhe që dhe borë me rohë. Edhe borë. Bora do të kishte hjeshu. Qëto zbukurimet, qëto drita, të vena avlume, qokolata e nxehtë, qëto kangët e fundvit. Me zi pres, për shembull koncertin që e pat urta me Elikonën, jam shkri krejt me ato kangët e Christmas songs. Edhe nuk është që shkoj në ikon, kom qef me najt me të shpis. Atë natë, se u marrëm vesh me dugin që me thonë qështu. Natën e parë me të shpisit të gjithë. Po në i herë ka ndodhë që kom prit vitin e ri edhe në ikon tjetër, që pak ma herët para se me njëzë emisionin që folësha për Kapadokja, që u pata mërdhin minus 18. Kështu që kom përjetu edhe kësisane. Tjetër, po je shumë energjike dhe e zakonisht marrë shumë lakmi so ardhësha në ngjarjet ndryshme. Gjekin e ki gjithmonë aty. Kom një festivale, si që është e shenë, do shta gjithë ditën punan, ka qitë një projekt që vetë sa e ka përfundu edhe e dimna sa puna shkon, pas ta me promovimi njën në një media, një tjetër, edhe në mbrëmje bohët një koncert, ose qka do qohë Gjekin e ki gjithmonë. I përcjeli krejt ngjarjet në vend. Do më thonë i përcjeli edhe koncertet, i përcjeli edhe shfaqet, edhe premjerat e filmave, edhe sepse mu më pëlqen arti edhe jo rastisht jam pjesë e kësaj pune edhe normal që du me mbështet punën e kolegëve të mi edhe me pasë që ka po bojmë, që ka po ndodhë venin tonë. Po faktikisht kjo është puna dytë e jona. Po, pra.
Mirë, okej, hajde po flasim pak ma për projekte specifike, po du se po e bojmë si me rend, gati gjithmonë po filloj me Duke, po për me dhonë si fjallën gjithë se cilin nga pak. Duke, ke pas një rol interesant në 2025, një jashtë asaj, muj me thonë, dështë ta komfort zonës të ndë si aktor, erdhe dhe si moderatori një super ngjarjeje, që është Festivali Këngës në RTK, është një skenë masive, një publik shumë i madhë, si e përshkruan, si ishte si përvoj? Tepër e mirë, edhe kisha pak frikë, si me thonë, mos po m'hin qef moderimi e mas të Jo, ka qenë super e mirë, do me thonë, sidomos falenderus për qatë stafin e ngusht që aty sa ata tjerë nuk më ka ra me komuniku me tjerë, me siguri janë krejt fantastik se ajo punë. Komunikuna, e pjesën tjetër. Atë që aty tjekuna. Edhe une kom pas ma shumë punë me Florent Boshnjakun, Gencë Salihun, edhe me Rinën, normal, Rina Krasniqin, po eventi diçka më pëlqej shumë, edhe keni farë, ata publiku ishin mrena, më ka po përshtypje shumë që kjo. Publiku ishin mrena, na moderojshim, kur shkoj ke marketingu, na në skenu sillshim si mos me konë kërkoshat. Se kështë këto përbojmë vishë për televizion. Arojshë që ka publika, që ata po. Qara këtur dopë. Tu përit, na, kesh, lirë. Ju kam po në element, ta ma më shtu. Po, ke tepër mirë, më ka pëlqy shumë si punë, me thonë. Shtu që po, ka qenë eksperiencë shumë e mirë. Edhe besoj e kësha bo prap nëse isha konë këtu dhe kësha pas konë. Ka qenë shumë natyrale edhe për ty dhe për Rinën, dukeshit shumë në element në skenë, edhe kimia mes ju e dyve ke shumë natyrale, po besoj që edhe jeni shok edhe njeni kështu për mes. Unë nuk më keni pëlqy, validhje. Jo, sështë e vërtet, gjeki. Vërtet kanë qenë shumë të mirë. Jo, është vërtet, energjia ka qenë shumë e mirë. Do shta ajo pjesa aktrimit e bën të vetën. Unë menoj që aktorët din me bu gjithë shka, edhe menoj që moderimi është shumë ma natural për aktorët. Po, dhe me si, po, unë nuk kam nëse moderimi i shko një degë e veçantë, unë s'kom lidhje me atë senë. Po gëtë si aktor, mas ne edhe... Skeno. E bën edhe atë punë. Po për ndryshe, ajo ka qenë një prej projekteve, projekti 4. Po. Edhe, do me thonë se kjo më ka ardhë që tu kjo punë, kur me 21 gusht, do me thonë i ko marrë 4 lajme për 4 projekte, e kjo ka qenë i fundit. Do me thonë Florenti më thiri. A ki kojt? E kur më thiri Florenti, unë e thash, qëre garant, ka me metë viç këj projekt. Edhe u bo ashtu. A ki kojt dugi, seriosisht? Jo, s'kom kajt, po jom dëshpru, jom demoralizu. Po jo, është për të dëshpruar, se vërtet po punonin shumë, nuk është let me arrit me fitu role në për vende ndryshme të botës, edhe mandej për një çështje si çështja e vizës, mos me mujt me udhëtim. Po s'është as çështja e vizës, është e pasaportës, se kur, do me thonë, filmi Daniel tash, kjo është një projekt amerikano-kanadez, që o gjiru në Indi, viti 600 para lindjes Krishtit, mu më kanë thirë me lujt Prophet Jeremiah, do me thonë profeti Jeremia. Tash, qka janë shancat... Projekte që ti ki për zamër. Fiks. Qka janë shancat një aktor kosovar, me një projekt kanadez, mu gjiru në Indi, me lujt një profet shumë të rëndësishëm Izraelit, edhe krishter musliman. Nuk adin është shansë shumë e... E pëse su bo që shtetin për shambull, shtetin këtë ras me qenë së diçka ma specifike edhe ma... Pse s'ta bëj ke pasaportën shteti? Cili? Që kështë që e kena, që në ka qëllu? Nuk e pranojnë E qka? Që problemi Indisa. India nuk e pranojnë pasaportën, as se nuk nuk e... folshe me këta të Shqipnis, Konfol. me Edi Ramën, direkt. E po tani këtu jenë kjo problemi tjetër që po besoj që është koha. Qa ka thonë? E kom që numërin, do me thonë, kena folë për mes... Zyres. Jo, për mes zyres, jo, me to direkt. Okej. E ka marrë, po qëra i punën e vete ka kry, se mu një procedur 2 vjeqare në ashta o kry për 24 orë, edhe Landa ka shkun president. Po? Edhe presidenti s'ka livrit, hala. Wow. A din qa problemi tjetër është që une, do me thonë se i kom edhe e-mailat e fjallë, une e kom hup këtë rol, po më kanë ftu për tjetrin, edhe i thash, më falë një o vlaznia, se ata janë Kuman Brothers, thash, a po më kalëtën ku ka mu gjiru, se s'kom nevojnë për pasaport Shqipnis, cili president me shku tash. Tha, po më vjen keq për India pet. E tash, do me thonë që ashtu ka metë. Tash në këtë rast Kosova të pengon, që ti s'ki nevoj unë s'lyp as për kraj financiare as kur fare, vish mësë më pengo, vla, edhe Shqipnia s'nimon, kështu që adin.
edhe këtu tani premtojnë parë që... Ta me qëllim ta kam bu, në të Shqipërisë. Së është me qëllim. Po adin, masi kur i nin të premtu një park, thu, që ato 58 marrëveshje, ku janë? E 51 për tyne është që ku fini o bo bashkë, ose s'po kontrollojnë. Po edhe me kontrollu be gjysore me prit nuk o kur gjë. Jo. Bone një linjë që Ministri i Kulturës Direkt. fol drejt me ato që printon pasaporta në Shqipni. I thot, bëne qëta? Po. Kur ka nevojë. Kesh përdorur Tan. mandena pak. E po ta shpedi, po... Nuk ishtë dasht në... Unë mendoj që krejt kam rritë që kjo, si rezultat edhe te ke pësu, prej qash është abuzu mendoj, një mas, ma herat. E di, Qa ka lidhje nëse Kosovar kanë pasaport shqipenis? po Krejt. është ty është dasht, si do që tjetë me një procedurë shumë shpejt me mbaru këtë, Ka shku procedura shpejt. edhe ma të shpejt, Po problemi është që unë e sepse ka kuptoj qenë që... interes të gjithë kombit. Po pa tjetër, se... Po nejse, unë e kuptoj që qeveria nuk ndërhyn në presidencë për këtë punë, se presidenca është e... Endame, ka detyrë. Do është edhe ndërhyn, po ata s'kan, adin nuk kanë me ndërhy për një aktor kosovar që adin ata punën e vete kanë kry. Po. Po edhe nuk po lype najsa, edhe një artist për lyp një pasaport. Po nejse, si Me do të që... ardhë ketë që hala e kemi qëtë problem, më thonë të rivon ka qenë, e kemi qujtë vetën të izolum, po e shohim që ende jemi të izolum në format të ndryshme. Edhe kjo është ajo që mas shumë të, do më thonë, më së më bë nervoz duken, po edhe na preokupan, sepse mund të ndodhë prapa, përshet ka ardhë mundësia tjetër. Vjen, do më thonë vitin tjetër, shtator prapë. Po, a mi thuju për mu, bre? Të bën nervoz Thuju se... për mu. A ke intervenca, Gjeka? Unë me këta të Shqipënisë i kom shumë mirë. Ma bojmë pasaportën shpejt. Problemi është që ti punon 15 vjetë në këtë punë edhe mas nevi që është që dikur se thu lufta është me që ata 300 konkurent që janë atje e që janë këtë profili jo. Se qyre të na për shumë nëse të thirë dikush firma kafshë me lujtë bokserin. Rolin e kalit, kush e lunë, dugi, adin s'ka shumë aktor, si me thonë. Po atje janë krejt profili joti. Më thonë 300 janë. E tash lufta e madhe me fitu aty edhe mas nevi që është që... Tarë keq. Faleminderit shumë. Elikon, një tjetër moment interesant, e përmenëm këtë pjesën e duos që me të vërtet e tregove dhe vetë ka qenë lajmë anë kënd botës, pikrisht se është fjalla për këngëtarën tonë, po një ngjarje e veçantë do të thësha për korin e fëmijëve Okarina ka qenë edhe koncertin në të cilin performua në skenë me Inva Mullën, a mundemi me thonë kështu? Po, ajo erdhi si rezultati bashkëpunimit që patëm në festival në Struga Fest, ku ishim në një natë bashkë me Divan Inva Mulla. Jo pse s'kemi pas në ngjarje, edhe një herë tjetër kemi pas një takim skenik me Invan, pikërisht kur u bë për me mbledh fondet që ndodhi termeti në Shqipëri. Edhe ai koncert një farë mënyrë na kalon në një mundësi të hapur për një dalje skenike bashkë. Madje kjo e Strugës më një herë ishte afër edhe me të Durrësit dhe për neve ka qenë një ftesë shumë e veçantë se me ftu Inva Mulla në koncert recital një kor të fëmijësh nga Kosova. Sigurisht e di që ka një lidhje shpirtërore me Kosovën, se diskutojmë, po ajo e ka përcjell gjithë kohës punën tonë. Ka besu të puna jonë edhe ka mendu që pikrisht ftesa për këtë kor ka me ndriqu atë ngjarje dhe më shumë bashkë në një amfiteatër që unë hera parë realizum në një ngjarje t'il Duke shumë madhështore magjike. në amfiteatrën e Durrësit. Edhe vëllezërit Hasa, njëri violonçellist, tjetri pianist, të dytë virtuoz, artist skenave të përmasave, mdhaje që gjithë kohën koncertojnë jashtë, jetojnë në Itali ata të dytë. Edhe me nda skenën këtë koncertin së bashku me Invan. Dhe në kryeqendër fëmijët e Okarinës. Në qelë hapun, një ndryqimi bukur, sidomos ishin kujdes ndryqimit që me i pru dhe valët e detit për mes shumë ka bu përshtypje. Në më thonë, sidomos në fotografi e vren, ku janë kujdes që me i pru edhe atë emocionin e detit me sjell aty. Edhe Inva është kujdes që edhe programi artistik tjetë në si forme vetëm veprat të mesdheut, të popujve të mesdheut, më thonë, kritë komplet ka pas repertuar. Sa një këngë kemi fillu Shqip, mas e kemi mbaru me repertuarin krejt, prapë jemi këthy në Shqipëri, në trevat shqiptare me repertuar. Kemi prek Gjerman, Italin, Greqin, Turqin, mandej një farë mënyre ka bo një mix repertuarit shumë specifik, shumë special për publikun.
Edhe atë natë me të vërtet ka qenë edhe publik shumë i veçantë që ka ndërru koncerti. Qështë organizoheni me shku dikon? Kush ju pagun? Në këtë rast, sepse neve na ndodhi gjeke gjatë prej janarit deri në maj, neve ambasada e Kosovës në Shqipëri na ndihmoi 2 herë vetëm me transport, se aq që kanë mundësinë më na siguru transport. Ishim në janar, në fund janarit, vitin e do të thonë tash 1 vjet po bjen, apo? Ishim koncert në Teatrin e Operës, edhe te Kardi Xhebrea që patëm paraqitje. Mandej me një herë në maj patëm turne në 4 qytete. Kruj, Gjirokastër, Vlorë dhe Durrës. Një mënyrë ambasada e boni mbështetje. Kjo që erdhi prej kërkesës prej Invës e pat pamundshme ambasada me mbështet, se këso raste dihet që dikush prej anës tonë duhet me mbështet. Jo të gjitha i jenë bara vetëm organizatorit. Një farë mënyrë bashkëpunim. Edhe ne kemi një fond, gjithmonë e ruju një fond kur për shembull ftohet kori fëmijëve Okarina me këndu në një ngjarje të ndryshme, ne e mbajmë ato si fond rezerv. Kur kemi situata të tilla, ne vetëm nuk i ngarkoj prindrit me këto kërkesa. Edhe ne pagujmë vetëm një pjesë për udhëtimin. E mbulum ne edhe u realizu. Po ajo kënaqësia që ne ndjejtëm, sidomos ajo ka ndodhur më njëherë mas duas. Faktikisht fëmijët mos patën pushim. Unë i bllokova këtë korrikun edhe kjo ka ndodhur me 5 gusht. Belezën kurse haroj, mbaruam koncertin me Invën, një prinde ka shkruaj statusit. Tani fillojnë pushimet për radhën, domethënë. Kur fillon edhe shkolla. Këto që janë komplet në agjendën ngarkume, edhe që prindëve domethënë ja ndryshon agjendën rrjedhën se tu e mbështet fëmijën. Tash fillojnë vetëm pushimet. E ka dashurinë e madhe për atë punë që e bojnë edhe është një farë lloj discipline pastaj që tregon sepse me i sakrifiku për fëmijët pushimet e verës është goxha e madhe. Po që gjithëve ju ndodh, sidomos njerëzve që e duan shumë artin ose muzikën. I fut në një botë fëmijët me mendu sa është e rëndësishme kjo botë e artit dhe sa duhet me sakrifiku dhe aje në gjendje tash me u preokupu si duhet deri në fund, por ndryshe duhesh me lënë, me heq dorë. Pak e vështirë dhe fëmijët që duhet me hinë në çdo disiplinat. Kur e shijojnë është okej. Po kur e shijojnë po është e vërteta. Unë mendoj që duhet më mësu prej tash, sepse kur e marrim në një teatr, Broadway, ta fëmijët rritën në Broadway janë tamam një ansambël cilë ata funksionojnë me agjendën e Broadway, edhe ata janë artista të rinj, po që e kanë agjendën. Qështu rriton në Broadway. E pash një status ose teatrit e operave. Çka do që bën ti mas mirë ti dije që është një fëmijë kinez 5 vjetë që bën Mos shtyhemi me ato. Disiplina, po e njëjta vlen edhe në sport edhe në gjithçka tjetër. Unë që po nisna prap po dal prap te ajo ngjarja për duan. Nëse s'kishim qenë na disiplinum, non stop në skenë, non stop këndim i gjallë, non stop në 24 orë nuk mundesh. Me 2 orë provë, me 2 orë provë. Më thon drejtën se ne u përgatitëm para ditë ishim provën të bëj për koncertin e Invës, se koncerti i Invës na prit kë. Kjo që ndodhi, veç mbasi ka mbaru provën, është dashur mi thim mbas dite. E me 2 orë provë mbas dite, me umri ai rezultat a capella me kënu 3 zanë fëmijë në korridor në shkollë, kjo është veç në sajt punës që punojmë me shumë seriozitet edhe që jemi disiplinum. Thjesht nuk ka kompromis në këtë drejtim kur vjen kjo çështje. E tash nëse s'punojmë çat drejt sistematikisht, s'ke se si embrim. Se kemi. Kjo është rëngu dhe ma shumë. Kjo është shumë Po, strekt. ti shumë mirë ata për kinaz, do të mi marrë shambull. Nuk më rimë ndryshe. Edhe pse janë pak teknik, po okej. Po, dëgja, ma e pjesa teknikës, na paramë kur jashtojmë këtë shpirtin që kemi. Wow. Shpirti Po, balkonit. pikrisht që kjo mandejna po e bënd bukur. Freestyle. Pikrisht kjo po e bënd bukur në po mandaj. Kretë po pysin që është e mundshme, diçka shumë ma specialu. Paramëdhëna e kemi shpirtin që kur i shtojmë, ajo është si puna ushqimet që përmendëm njëherë një bisedë shkurt. Ajo është ajo me mesat. Një doze vogël e tashnisë. Mirë, kushtrim, po du me undalë të Prishtina Music Conference, si vjetë ka qenë e veçantë është edhe për faktin se gjatë gjithë vitit ju kam përcjell ato emocionet e 15 vjetorit të rejve dhe ndoshta po besoj i keni, nuk po them i keni dhënë më shumë rëndësi sepse ju gjithmonë i jepni rëndësi kësaj ngjarje që është kaq unike, po si vjet vërtet ka shku shumë mbar edhe ka qenë një edicion shumë i këndshëm. Si e përshkruante? Dhe tash me rejve kena bu 15, me konferenci kena bu 5. Që që na kemi Prap jubile. Po, prap edhe
ka qenë normal, e kemi fillu në kohët pandemisë, kur kona dy ullë se po një dëshmu edhe ndo një koncert dhja së që kena 3 metra larë, nuk e di që kena realizu, po e kena qitë qëllimin që hej, kena me bo edhe pikë. Me fonde, pa fonde, kena me bo. Se i erë momentës, nëse e shtyshëm e një vetë, dëshëm që s'ka me pas qatë. Sa veta në smu për qatë i organizimi? Jo, nuk e di. Për vete kur e smu nuk e di sak, po nuk prape kanë respektu se s'ke pas qare pa i respektu regullat. Kështu që vite kë vetë me konferencë ka qenë super i mirë, normal ne ime mundu këtë vetë në fakt me sjell artista që pak nuk janë edhe shumë paraqitën skenë, se Armendi, se grupi e Narave, Adelina Ismaili, kush ka qenë tjetër, Resa Zisa, normal, ka pas shumë performanca të vogla, edhe ime mundu me sjell artista pak mi po bashkë, me thonë, hej, hajde përse dhe njerëzit në gjeneratës i ka marrë mallë, edhe në fakt në koncerte e Narave, nuk e di, ka që kejtë Prishtina. Se s'pona organizoni edhe neve bre, me aktor në isan? Halo, nuk jom hija, Halo të muzika. Halo të muzika. Gatshëm jena. Për juve duke në di që ju kam kështu, po... A dhe kështu? është edhe me artista normal. Me noni? Kena me menu shumë. Dhe tja të gjiru me stë. Kena me sjellë diska 2026. Po vite qysh e kemi mendu edhe realizu, ka qenë super mirë. Normal edhe të ditë qëllimin e konferencës, pëse i nga po du më lidhë të vizat, pëse u bo krejt konferenca, u bo për mi lidhë artistat tonë, menagjera, bukera, qado që jënë, me artista ose me menagement të vendeve ndryshme të Europës. Për shkak se na kemi pas shumë të limitu me rrethin edhe me lëvizje normal, okej, na që këtë avelin mënët me lëviz përveç duket poshtë natë. Po, kemi pas mundësi, është diçka që normal kemi dashmi thirë artistat me po venin to, se normal e kanë menu shumë bardhe ze Kosovën, edhe kanë menu gjyë atje Lufë, atje Zbanë, atje nuk shkohet, po kur e kam jënardhe, e kam po skenën edhe e kam po entuziazmin e publikut. Hej, ka dalë se ne kena po skeni me ndryshe, po tash kanë fillu njerëz tjerë, panelista ose artista tjerë, me sjell shoqëni, me sjell rreth, edhe normal qysh na shkojnë, hej, po kirat na prap, me performuese, po në me u konë energjia këtë ndryshe, dance floor të na nuk është që kime najt këtë gjithë kohës në telefon, me telefon, që nuk eksiston, nuk e kemi, edhe mu vjen mirë shumë që se kemi, që vendet tjera të botës e luftojnë, me stikera, me qado që hej, mos gjerani po, të na është hala që ajo fri me energjisë mirë që na po mundohme me majtë. Jena të unë. Jena të unë, po, edhe dyqysh e shijojmë, e shijojmë edhe po dojna mu mbledhë që këj grupë me shku që është e marët, unë i organizoj festat vetë edhe që është një organizojmë po shkojmë në rejvë, po knaqëm me që ato vetë. A ka qenë vështirë kushtrem me prezentu Kosovën të artistat që ju i sjellni, me mësu ata qëfar publiku ka Kosova, qëfar skenet muzikës ka Kosova. Tash me tonë drejten, artistat që gjithmonë i kemi sjellë, prej fillimit, ideja jonë është me sjellë artistat që nuk janë kur në Kosovë. Edhe Shqipnin paka shumë, po Kosovën e kemi kështu pikën, po target normal, se gjithmonë nuk konë me ashtëpt edhe ma që nuk e kanë ditë njerëzit se qka, se Shqipnia pak njerë pak për turizëm, për detin, për ato i ka ato dvetat. Po nuk ka qenë e vështirë për shkak se jemi mundu personalisht me ekipën, jemi mundu me shku në festivale ku kam performu, me taku në backstage, këmë tonë, hej, unë ju më shëndushë për e që nëse të vjen ftesa për Kosovës, na kena me konë edhe realisht që ka ndodhë me sfembrat në Time Warp. Time Warp është Mannheim Festival 25 vjeqar që i buhet, kër e kemi taku, ka thonë, hej, po, wow. Tha unë e di që kom shumë fansa në Kosovë. A dhe në u konë ashtu që, hej, okej, fine, nice, për deka pak të që egzistojnë. Edhe kër uarë këtu, veç u konë kejtë. Ka thonë, hej, ka dalë që të venë, e kom pos kejtë me në ndryshe, po më dullë kejtë ndryshe. Edhe në stëp të potencu menagjeri, me ato, hej, qëfar bajbe, qëfar njerës, qëfar energjie, nuk dojë që nësë me shku shpeme të ndrejta. Kështu që kjo është paka shumë që nuk është që kemi pas shumë probleme për booking ose me në rezervimit të artistave që mi sjellë në Kosovë. Realisht po dojnë tash përna
po na dërgojnë emaila që hej, është në tur, apo merrni me vendos në Kosovë, se përpara normal ju kanë shkupe, po tash peshojnë që Kosova normal pe festivaleve, pe eventeve, pe sanitete. Shumë ma shumë po vinë në Kosovë se në Shkupove të fundit, në matë sa kam rione me pa, shumë ma shumë kemi ngjarje ne, përderisa para 10-15 vjetëve krejt muzikën elektronike vetëm Shkupe e ka pas. Shkupe që ta s'kenë elektronike heq. Kemi fillu mi o marë, jo kemi fillu mi o pas ka marë. Edhe kemi marru në shumë sakt sa bileta, ose sa njerëz, ose audiencë vinë prej Maqedonisë, Malizi, Shqipnisë, ka pas raste kur janë prej Bullgarisë, Gjermanisë, që për ata është shumë lirë kur vinë këto me një bilet 15-20 euro edhe një ven ose një birë është 2-3 euro. Edhe me flajt edhe. Me flajt edhe. Gjithçka tjetër. Me lira mu i me thonë hajnë 25-30 euro në Airbnb. Kështu që ata kur po vinë peshohen këtë normal këtë hospitality edhe na që e bojmë, normal për njën mirë në mëzit po presin mu këty për atë event e tjera. Jemi si janë di, është shumë interesant, harrojmë në momentin që na vjen do një artist i huj, jo vetëm se ky është personazh, edhe veç i huj kështu i thjesht, i zakonshëm e qenë do një turist, harrojmë këtë gajlet, këtë hallet që i kemi dhe jemi me verzioni më i mirë vetë vetës, pak të në kështu mu më duket. Dhe tonë drejtën artistas, cilën artist ka qenë këtu, gjithmonë e ka potencu që hej, faleminderit këtë, faleminderit për hospitalet. Për mikpritjen. Për mikpritjen, për keni 10 edhe që ato fjallë të artistit normal a i nesër e ka turin dikon Berlin o Amsterdam ku me thonë edhe normal që diskutojnë se ku e ka ndje që ke bojë, normal që ajo i bënë mundi pak ma mirë dhe me nëzëspresin për ma këto. Kështu që pak kemi fillu me na u hapë do dyrë. Mirë shumë, Gjelane, unë e përmene pak ma herët publikimin e librit, parë me poezi, ma në fund, mbrite të gjitha ato ndjenjat e tua me i qitë në letër, edhe nuk ka shumë kohë që është promovuar libri me poezi Asgja s'ka ndryshu, një libër shumë i veçantë, shumë personal, shihet shpirti Gjelanes në të. Ka qenë, kjo ndoshta po e them kështu kryengjarja për ty sa i përket vitit 2025, për nuk kam si të mos e përmendje edhe rolin në një film që me të vërtet ka rrugtu shumë mirë në për festivalit të marë shumë çmime pa ndalë, edhe është një film që kthehet prapa në histori qysh i përmend gjithmonë duke që janë ata filmat e ti të preferuar. Obraz është në gjuhën malazeze, po që Ndera. Strength, po Ndera. Ndera në shqip. Tre amra i ka. E ka protagonistin Nderi. Ndera. Edhe është protagoniste do në Rizvanolli, por që edhe ti ke rol në atë projekt, edhe është, do me thonë, propozimi i Malit të Zi për Oscar, e shumë qka tjetër, se ka rrugtu vërtet mirë, ke pas mundësi ma dje me qenë edhe në premier në Malëzia, po jo? Po, në filmin, në fakt e ka një rrugtim shumë të mirë, për momentin ka më u shfaqë edhe në Palm Springs, edhe është të shku gjithçka shumë mirë, se di qysh, po njëherë e pat një start jo shumë frytdhanës, edhe na u friksum që diçka s'po shkon mirë. Për herë të parë, premierën në pash në vitin e kalum në Berlin, jo në Berlin, po në Cottbus, në një festival atje, edhe sikur nëntor ndodhi ngjarja, sikur vetë Gjermania që është e ftoftë edhe njerëzit që janë që ashtu edhe... Nuk pat reagime shumë ndërshta. A i ven me atë mjegull, i plas dyqysh, edhe shumë, gjithçka ishtë një atmosferë hiq e këndshme. Edhe kur e pam filmin atë natë, shumë publik pat, e mbushën salla plot, por një ndjesi jo e këndshme, jo e mirë. Qa është e janë ata? Edhe pse, tash me qenë se e shisha për herë të parë, e kisha një ndjesi, nuk e di, që është ajo shpreja në anglisht overwhelmed, nuk e disha që po ndodhë. Edhe kur u kry filmi, unë isha shumë keq, edhe menova që filmi është dështim. Qatë ndjesi e pata? Fola me Donën edhe ja thash, unë nuk e di që ke pati filmin, tash mu nuk po më përqen. Edhe, bilas të darka e filmit nuk do isha me shku. Por, mandej, kretë këto ma kryoj, do më thonë, Gjermania, si vend palidhja që është. Kur u shfaq verës në festivalin e Malit të Zi, l'ambient të hapur vani bre... Ulqen. Jo, për Ulqen.
është një vend Olqe në Podgoricë, që to dy vende. Ma afër Kroacisë që është. Në Herceg-Novi. Herceg-Novi, bravo. Në Herceg-Novi, kur u shfaqte ai festival, pas pari aty ambienti ishte shumë i bukur, në një kull të vjetër, në një arenë, muna me thonë, leresht, e mbushur me plot njerëz, edhe e pata një ndjesi komplet tjetër për filmin, edhe më pëlqeu qaq shumë, nuk e besojsha a e kisha pason problemin, a e kish pas fajnë në Gjermania, apo filmi. Edhe si përfundim, gjithçka shkoj shumë mirë, po edhe filmi mandej ka pas shumë suksese, e doni besa ka fitu disa çmime, edhe filmi gjithashtu, edhe ma në fund, Malizi gjithashtu e ka dërgu për Oscars, po shpresoj që më rindit e dera. Edhe, po, ka qenë një sukses i mirë. Ka kohë që është gjiru, janë ko pandemija. Që kena hekna me gjiru atë film. U dashke me gjiru në kohën e vjeshtës, edhe në vjesht zakonisht gjirojshem, po tani në nduni edhe një pandemi, edhe një 3 vjeshta kanë shku të e gjiru. Po, qashtë... Ti plosh u dash me majtë njëjtë? Me këthy njëjtë, ka pas shamia në njëjtë, mos mu dopsu, mos mu trash. Si kema problem. Pak u bata trosh në njënën prej gjirimeve, ma vonë. Një film që të në Shqipëni të gjiru, jonë të e bo një farë castingu. Shumë fështirë. Kur ka mu gjiru 2028, tash pa e një normal. Kush e di që andoj 5 vjetë për një film, 5 vjetë ata ti bojnë 10 film. Tregu i vogël këta e ka. Shumë i tjerin, shumë adin pare, aty s'muj me gjithë, nuk e... Edhe s'ka treg, apo kuptoj s'ka treg, nuk është një treg. E mdo këtë që ka shumë potencial. Në Evropë, do me thonë, ka potencial shumë madhë me bo një industri të filmit që është jo komercial, po në filmit që... Që prodhon, sidomos pak më. Edhe që blehet, që shikohet. Pa ti shkon Berlin, adin është një veni i mbyllon që aty ju ndo njerëz, adin pak do filma, është shumë... Saj për këtë filmit, unë vësh një hallë kom në venin tonë. Do me thonë, na kemi shumë... Po një hallë tani ka disa nën hallë. Hallë me disa nën. Për shambull, filmi jonë është shumë i mirë. Aktorët i kena shumë të mirë, ka regjizor shumë mirë, një vend shumë i vogël me një potencial tepër të madhë. Pse, kushtrim, qaq shumë ka biznese në Kosovë dhe njerëz të pasun, pse nuk më ledhen gjitha njerëz me thonë, hej, po më ledhemi na, edhe po thojmë, po e nimojmë filmit kosovar me qenë se pas kemi potencial mjaftueshëm, po e qojmë deri te dera e Oscarit. Ata bëjnë një pyetje. Hajtë me bo ma. Pse me bo, atë? Kur ekziston shteti, kur ekziston... Pse mos me bo? Po pse me bo, kallëzëm? Pse mu quaj pikarrikës me thonë? Sektori privat, kur nuk sepse është sani mirë, ti po investon në sane pa lidhje. Pa lidhje. Nuk e shohin ato se na, për shambull, se neve na dhirë fondën mësta. Anja, bën me e bo target pisët, për shambull. Stash për 2026-ës. Ti shko thiri. Ata edhe nuk është, edhe një shka, nuk është, nuk dimojnë shumë, për shambull. Ma shumë ka sporti. Ma shumë ka sporti janë. Hajde pëzojmë Dua Lipa. Dua Lipa kam ri vetë se ka shku, po që tash me bu me arë Dua Lipa dhe mi thonë dikujt, jo mi thonë, vëq me thonë, kisha pas që e bashkëpunu me dikën në Kosovë, kretë, ma mërmenja që kishin qumin. Qyre Gjek, të kalzoj. Kosovë, edhe në Shqipni, besoj, po sidomos në Kosovë, kur gjë nuk ka, shumë pak ka suksese kolektive, disa njerëzve, adhe nështë shumë pak. Zakonisht sukseset janë veç individuale. Do me thonë edhe prej historisë, ktheu në të Skënderbeu e Nana Tereze, ku dush, do me thonë janë disa njerëz, persona, adin janë vetë që kanë potencial edhe kanë mindset për qatë punë. Na njihemi që ashtu si popull virtual. Dua Lipa vetë, pa tjetër, shkon më rinë atje, edhe adin që më pengon shumë. Se kur më rinë Dua Lipa, ja jepin pasaportën e Shqipnisë. Qapi vynë më revla? Po pra, qapi vynë duhet. Mu po më vynë, apo kuptan, asoj si vynë. Jo, ajo e ka fështyra. Kështu që kjo është një pengesë dhe një strategji tepër e keqe, po qoftë nështë edhe mentalitet katastrofal i veneve tona, se ti e ki e përmenëm ma herët, para disa ditve, në Shooting Stars u pranu kolegja jonë Fatlume Bunjaku. Shooting Stars do me thonë 10 aktorët më të mirë të Evropës për 2025. Respekt e për të madhë, për atë punë, sepse unë menoj që ajo e ka bo vetë. Vetë e ka bo. Vetë e ka bo ajo këtë punë. Edhe respekt shumë të madhë për to.
Tash po më intereson, prej tash e tutja, a merret në kush me fatlumën? Kërkush me, do me thonë nuk prit para se me këcy se akcenti. A ka një thirrje presidencë, a është një, whatever, çka do, adin, një acknowledgement, një njohje, një vull me tregu që adin po të shohim që je të shku, sepse është mirë kur thot shteti ose çapo di, thot hej, e ke fitu qëtë rola, po kjo ko ka, adin, pas ka potencial, mu bo lajmë, ko ka mirë, hajdet një mojmë, ose pedim, vazhdo se jena për mas, qështu qysh jena po jena. Jo, njëherë fatlumës i du të me shku atje vetë, kur të kthehet ma ndina shofi. As kur kthehet zbesoj, po nëse ka sukses e tjera, mas ne i thojna kjo është joni, ose jona. Adin, kështu që kjo është gjithu ku. Kjo mentalitet është i përgjithshëm i përhapur. Faktës. Kanë shku vetë. E unë menoj. Kush duhet fokusohet për me zgjidh këtë sana? Duhet të shkojë gjithçka edhe përmes qendrës kinematografike apo duhet të shkojë vetëm thjesht një njohje qeveritare e një personi që është rrugës mirë, është të mri diçka vetë. Thjesht një, nëse duhet diçka tregona. Apo kupton? Une o ko një rast, ta është të më kujtojtë sakë që shke, nejse. Po du me thonë që i kitena 200 Dua Lipa, me ambicje. Me ambicje. Po që nuk mujnë, se është ka pengesa. Unë e pata rolin në Londër me gjiru, me producent 50 Centin, roli në serialin Fightland, roli një shqiptarit një farë, që për dijone, e më njësë më kujtojtë. Roli madh, do me thonë, prej 10 epizodave i kisha 4. Edhe kogja rol, do me thonë, një prej mafjashave, normal. Nuk u bo viza, po kjo s'ka të bëjmë me pasaport, se anglezët kanë menu që unë jam British citizen, mas ne kam pas që nuk jem shtetasi britanisë, mas ne i thamë po ta bojmë vizën. Edhe unë e thash, këta, do me thonë se vishë local cast kanë bo, po kur thash, që shumë i pas ka pëlqy, po ju ka pëlqy audicioni, po kur e pash djalin, ku i këshin gjetë kejcione, njej, i vogël. I njej. Ke shutit të shumë? Për që ato? Do me thonë, për që ato e ka njës procedurën e vizës, në fund, para se me fluturu unë e qatë det, në ora 4, unë fluturesha 12 natës, thanë, po na vjen shumë keq, po nuk bëhet viza. Nuk është ideale, normalisht në një botë ideale nuk ishtë dashtë me kalune për këto vështirësi, po ja që këto i keme, po nuk do me thonë që duhet me nalon. Ideale duhet mu rritë, mu qupi gjumit, do me thonë, perfekt se egziston. Shumë artistat më dhej, nëse tregojnë se si janë rritë, kanë kryesisht historijat shumë të ronda. Qyre, mëso abitin se ato bohen pak edhe për çështje mediale. Po, vish bohen edhe për çështje mediale pak, se nuk jem bashkë edhe krejtë ashtu. Sylvester Stallone, kur e ka zënë historinë e vetë me atë qenin që ka shitë, apo kuptan. Është pak Robert De Niro e ka pas të vështirë, Al Pacino e ka pas. Patjetër, ama ata e kanë pas vështirë veç për mu pa edhe talenti. Apo edhe një godë vanë. Na e kena mu pa talenti edhe pastaj krejtë të tjera. Patjetër. Që? Patjetër si Kate Winslet edhe unë e thamë, edhe unë bashkohna me kolegën tem. Qëka po thu duke? Edhe unë bashkohna me kolegën tem Kate Winslet, që ka thonë qashtë. E kemi të njëjtën histori për cilë. Jo, që ashtu s'do të më nalë për kur gjoj, vërtet është. Edhe një prej tyne është kjo rast i fatlumës, do me thonë nuk o nalë. Unë mendoj që disa i forcon, po disa mundet edhe mi dëshpru për prej tjerë. E se ti po punon plus me fëmijë, dhe ti e bën të pamundurën, po ti e veç një individ, e bën të pamundurën që si gjithë se cilin me majt atë entuziasmin, maksimumin që ata ndijen mirë, ndijen të vlerësuar se kanë performu në skena me divën, infamula, ose kanë mbrime të ku Dua Lipën e tjerë. Me plot artistë, se ne prekëm Invën, po jo në ngjit me Ram Laha, jo në ngjit me Gëzimi Shketën, Elbenita Kajtazin. Kanë qenë pjesë e shfaqjes së fantastike, edhe kjo besoj Elbenita është shembull që shka mbrime dhe për tu. Gjermani. Jo për mbushje e andrave që aty në fëmijëve. Sa i tjetër andrë s'ka, për momentin e ka që ata. Tu rritë, mas një andrat... Po tash, ato andrat shkojnë e rritën edhe kërkesat rritën. Për shambull, po veç mbi gjithat, shef dikush. Se ti ke mri me bo gjithat pun, edhe vetë të mundu, andej këndej është të vërtet që unë jam mundu jashtëzakonisht shumë. Me 4 fëmijë kom një skorin. Edhe kom thonë, andram s'ka mundal. Andram, që ata fëmijë 4 kanë me kënu pas tërmir, edhe kanë me diçka shmu përjetu emocionit i sa kënojnë gjallë.
Shumë ka dëshpru, kur këshifra playback të kënu, kore, qëka është ajo? Fëmijët sot ka festivale, sot që shpo zhvillohen playback të kënu fëmijët, ajo është e pandershme, ajo është mund për vete, nuk tu me Kjo pranu është një punë kogja fisnike jotja për këtë punë, adin se mu marrë me fëmijë për një Po pra, po tash bi krejt, po ato që tash puna jote shifët edhe ndjekët, ti nuk e vrenë që po të monitorojnë ndoshta, e din, po më të monitoru disa festivale për jashtë, më të bo ftes, në tash kemi marrë ftes për Berlin, festival Coral Space, që mbahet në Berlin, bashkë në Filharmoninë e Berlinit në salë. Fantastike, shpresoj që keni kursy. Keni bugjetin të kursy. Jo, si dijet kone. Po të është që të është njëta. Mande me njëherë kemi koncert, nga kam fëtu në festival tjetër në Vjenë, me njëherë në Korikësht, ku është festival ndërkombëtar, është World Peace Choral Festival. Për shembull, ajo është në ambientin e shtëpisë ku bëhet koncerti Vjenës që bëhet koncerti Fund vitit. Edhe mase, nga kam fëtu në Itali, të Karbresht, në horat të Arbreshve, sa bukur. Kemi ftesa një në ambasetës në për jashtë, po du të mu veç mu marit mirë, me mendu të ku shpoljen tosh, ku mi alon, cilin vend me alon, me shku me vizitu dhe po me realizu koncertin, me dalja shtetit, si kemi pas gjithkos na edhe ftesa kështu që kanë ardhë, ose për festivale që kanë nevoj për qështu network ose diqka, po unë s'kom dashmi për film, po këto janë ftesa shumë rëndësi, të të mu martash në një nivel tjetër e me kërku, po shumë është e rëndë se fëmijëve, të është nuk me pas halë, kur ti këthej nëse veç shkojmë në Berlin, po këthej është i për një salë të Filharmonisë Berlinit, po këthej është në një salë kur ti s'ki... Na jemi forcu në artistat në Kosovë, duke mos pas kushte, duke mos pas ambiente. Na forcu dhe na qorru. Vërtet, jemi... Po kur shkojmë në ambiente, të më sa lete, kanë sa ma mirë. Edhe ata kanë pengesat dhe vështërësit e veta, për me arrit aty kjo se konkurenca ma dhe e bënd vetën. Po ti kur si ke kushtet, ti do shta shpikët i qëka, bëndë qëka interesant, bosh ma kreativ. E na përmendoj si jena kreativ shumë. Kreativiteti na definitivisht na karakterizon. Ta një skena, nëse veç të ndërton from the scratch. Po. Ajo është gjithë qëka e gacme t'i shkojnë Berlin e realizon koncertin, këtesh, kënash me ata akustikan që ke përjetu, po në fund kemu këty me realizu një koncert në Kishën Katolike, për shkak akustikës, në saltë kuqës mundër së stav, mundëson, e realizon atële ku kje dha të pengesa të ndryshme për akustik, po që duesh me mu harnu t'i qush. Po ta shto harnimet, po tam neve, veç ata të fortë ti ka forcu ma shumë. Ata që janë, që kanë qenë me shty, po i dëshpran. Kretë kanë me u bo, unë e di që kretë kanë me u bo. Qa do që kam ju nevojit, njëzve kam u bo. Po të njës për teatr Shakespeare-it, a e di që ka fillu, është e vërtet. Ka mu bo, Jack. Qa bre duke? Qysh ka mu bo? Halora 30 vjetë si ki bo pre që ki dojnë për luftës. Pret, ka dalë, vishpa. Ka mu bo, tash të thojnë Kosova është shumë ma mirë se që shokon. Po Kosova është e rrethume me disa shtete që janë shumë ma mirë se Kosova edhe gjithë janë konë. Apo kuptan? Po, kështu që nuk janë fort mirë në atë aspektin e kreativitetet. Tash ka nisë. Po, anë mirë që ka nisë. Po thëmë, salën e teatrit në Shkopa e ke pa. Kushtet i kanë, po ju mungon talente në rast. Veç Maqedonia ka hek shumë prej luftrave të fundit. Rikon regull. Shumë kanë hek, duke. Po Maqedonia, Maqedonia që është ma afër Kosovës, është ma mirë se Kosova në këtë aspekt. Që i bjen që ti nuk je ma mirë se që sheko nëse krasos Cilin aspekt? Me teatr. Me salë të që shku. Po, nëse flasim për një sukses, nëse flet për një sukses, mandej, ku është me suksesin? Ku ka mri Maqedonia? A përmenet në botë dikun Maqedonia si sukses? Jo. Përmenet. I kiti filmat që kanë shku në Oscar. Që kjo filmi që ke para 3-4 vjetëve. Ki suksesin, nuk është dokumentari. Po të thonë kushte, apo kuptan? Do me thonë kushtet i ka matë mira. Kushtet i bojmë edhe na kismetëve që i kena edhe do pun tjera. Me synu për kushtet më të mira nuk është asë njëherë regje e keqe, po që ndoshta ku po cilët muhabeti është që do të prapë për fatkesh do të me punu gjithmonë me vetë vetën për mos me u dëshpëru edhe mos me ra me sakrifiku edhe me hek pak, sepse gjeneratat e tjera normal që kanë me pas ma mirë. Po që kena qëlluën e të dugi me hek? Ma mirë, po tani këto shtetet rreth që i ki kanë me pas edhe ma mirë. Apo kupton ti kur s'ki me konë ma mirë në sensin e... Pse duhesh me ushty me ata, shtyu me vetën. Me vetën kur koha e. Po edhe është pak të është bërë i noti pak se... Qare pa ushtyme tjerë, ta se ti s'mosh me thonë. Para luftës s'ke pas telefon, tash ki... Dhe shpjegojnë me sigurin të një rast kër e bjen një superull edhe nuk i... Pajtona me të duke. Mja ofru gjërat elementare. Ka posë rast edhe prej
catering ose alkoholi që nuk janë për shkakun prezente në vendin tonë. Edhe ajo ka shumë të mendu. Ato mundën me hindë shtanat. Për qatë vena, ta ka potencu dhe të herë që hej, qatë venën e du në DJ booth ose pa më pasysh. Po ti, na që shtoj jena kushtet ne, po i thu, po ki sështë puna kushteve, është puna e ki Prishtina Mallin. Po, vërtet. është qa po di, shtëpia e madhe më e madhe në botë, as diku është. Jo, në Ballkan. Kudo që është. Edhe brendet që i ki në Shkop, hala nuk i ki aty. Apo kuptan? Kështu që ka një tash, s'ka të bëj as me kushte, ka të bëj me shtete, me legal, me këto... Gjënë me kontrata. Zvinë shtetet cilat s'kan stabilitet. Është e lotshme. Me dëshirën më të madhe. Sune pagun, IMDb Pro-n, sune pagun, e ki, adin është, Me dëshirën më të madhe kështu fol veç për gjanat pozitive, po nuk kese nga kemi dhe sfidave, sepse me të vërtet edhe artistat tonë që i përmanën pak më herët që kanë prek skena, si që është shtëpia e operës në Vjenë, apo në Berlin, apo ku ta dion, kur kanë ardhur me performu me shumë qef pa kurfar kompenzimi në sallën e kuqe, nuk kanë pas ku me undru. Edhe normalisht që është shumë e rëndë edhe për atë individ kur e përmend atë pjesë. Që s'bën me konë normale. Pikërisht që kallzon njeri mandej. Jo është një historie shumë e mirë. Jo, kena pas mundru. Kemi nevojë me shkruaj skenarë. Çfarë tregon? Kur është gjithçka mirë, hajde dugi, është gjithçka mirë. Çfarë tregon? O bajat. Çatëherë tregon veprën tonë. Çatëherë tregon veprën tonë. Na nuk kemi nevojë me një skenu, na i kemi të gjalla. Jo, është për shembull, Keti vëllot, ata duke, ata i shkruajnë. Ne s'kemi nevojë, kemi të gatshme. Kur kemi fillu, unë personalisht me shku në festivale, koncerte në 2010, 2011, unë ku pas 22 vjetë. Edhe normali ku po vene, hej, menëzë e ku marrë vizën, kështu. Që diqen se menëzë i ku po parët, me thonë, se s'është në i thonë, edhe atë ku nuk o konë shumë hapësirë që ti me punu, si tash që generata 18, 19, kam paga ka gjatë mira. Që s'dojnë me punu. Që s'dojnë me punu. Tu ja fillu për kompanisë tonë që ka njerës ka gjatë ata dojnë me punu. Po, tash mundësin e kam për me pa për pak ma shumë. Vizat i kanë, pasoshën e kanë, ato i kanë, keti kanë vi. Po, që s'dojnë me punu, tani që ka po të shtynë mësë me kriju diçka qashet të jashtë me sjellë këto. Unë ja kom njësë që është. Me tonë drejtë më shku jashtë. Berlin, Amsterdam, qëto vene, Belgjik, në Evropë. Edhe ku po hej, që kjo festival unë kam e pas andër me bo një festival që është në Prishtinë. I ku po platformën e biletave online që u e ku po është e para në Kosovë dhe në Shqipni. Kështu që qa ku po diçka në Evropë ju mundu me implementu në Kosovë. A ku pas mundësinë edhe me shku në Amerikë? Po, jem shku me 5 muaj, 6 muaj, ku pas për mu, së për mu, edhe merja dosenet mira që amë në shmi marë, këtheu. Jem shku në Amsterdam, jem inspiru pak për Amsterdam Dance Event, e kom pa që hej në Kosovë s'ka artistat tonë kanë nevojë për me pas një pikë qendër të networking. Ki pas mundësin me dalë, me pa, je inspiru dhe vjetë të jesh me kriju. Po, dhe qëtash ne kena 15 vetë staff. Kërkush, ka njerës në shtash që janë kreativ, po kur dalin me pa, jashtë shojnë diçka tjetër inspirohen me kriju? E vërtet, po tash kjo në më thonë edhe shfal e familjes tam që nuk më kanë alë për kur qësh. Kom pas 20 vjetë, më kanë thonë po, atë ka orë mundësi jam e shku në Amerikë, po kanë besu andrës. Edhe hiç nuk më kanë alë asë një mënyrë, okej, u kanë edhe shkolla, fakultetin një onë që kanë e rëgjë e shanë brapa kanë e, po prapë më fund e kom kry, ato që e dojnë krejt prind, normal, edhe po andrën tem kur nuk e kom lanë anash, gjithë e kom pas një qëllim, edhe në një tem nuk është që kom punu puna kështu ndryshme, i kom punu dy më kanë qitë, se më kam veç që fokusum në rave, edhe normal që ashtë është festivalin e bojmë, koncertet, platforma e parë, cashless që payment, cashless që bota në për Evropë, këtë që ato qa kom pojë mundu mi sjellë këto dhe që tash veç që të funksionu, dhe përveç që implementojmë danin tonë, njëm implementojmë edhe. Po, se ka hapsi. Keti mundësi me mbaru një drejtim, cila nuk ka më të shërbynë është ta shumë. Edhe këtë rastisht e gje vetën dhe një tjetër, a the për fakultetin. Ka plot, kanë gjetë vetën kredi qëka tjetër, edhe ka ecë shumë mirë, ka pas sukses, ka korë sukseset pa numër të. Unë tash nëse merëna për vetën flasë, ku mbaru për solo këndim, Tiranë. Mandena master për solo këndim. Edhe dirigjim, kur nuk kam bajt fakultet,
s'kemi pas në dega e Soll Akademi, s'kena pas orën e dirigjimit. Unë t'u ja vjedh për i dirigjentëve t'u i vjedh lëvizjet, t'u pas qaqë shumë dashni, t'u hytu, t'u pa, t'u mësu, t'u pas përvoja shumë të mira me dirigjent, tash po du me marrë shkallën e tretë veç për dirigjim, sepse unë po du mu plusu për vetën ta me qenë rahat me vetën, po teknikat vokale që kom punu me fëmijët, që kanë shërby aty në musë, ju ka dasht aty në dora, ju ka dasht në mësimi. Po dhe unë thom, nëse kisha vazhdu për i Shqipënisë drejt me shku që kom pasë rase në Itali me shku për master, sot s'kisha qenë në Kosovë, se kishë tërheq bota artistike. Se kishim pas në Ankarina, për shambë si kishim shiju që ta fri. E vërtet, edhe unë tash thamë, prej pa mundësis me dalë në skenë në Kosovë, në skenë operistike, që na kemi andru me pas edhe babe dosh më këthy Kosovë me kontribu, e vërtet, po këthejmë, po prit që po ndodhë diçka jo, dhe atëre kom gjithë kritë natural vetën edhe shumë mirë jo, shumë rahat jo. Do thonë, unë jam bo simbol për diçka tek fëmijët. Ata mu me ushqy për me u bo artist në të ardhme, po të pak të unë jam bo një urë për ata. është shumë e rëndësi që është ke gjithë vetën. Se cili muj me gjithë vetën në është ta në pamundësi për me realizu andrën tonë, se në kemi mujtë me pas. Veç mena edhe pak që edhe prend lujnë në rol ka gja, se mundon një acek shumë një... Vetëm një gjë, një drejtim. Një drejtim, edhe ti për qëto, edhe tjerat në ashtë është i mirë, këtë konkrarë më bo se artistu, se po ata e qojnë banka financa, juridik që s'ka lidhje me atë pjesë. Një shumë, edhe ka shumë, edhe mu vjen të e përkeq. E kom një kuat shumë një për qëtësem. I drejtojnë fëmijë që se kanë venë që së është për që ato dhe pikë. është gjuna. Pajtoheni që populli shqiptar është shumë kreativ. Super kreativ. Ama mi pas krejt kushtet nuk je kreativ. Oke, Veç ta ditë. tash, qa thot kuota është. Nëse një shpirtit kreativ i mohohet skena, aje ndërton njën hije. A përshë duke që ato të ndodhë ty? Inspirim. Po du me thonë. Tri projektet kanë dështu, qa ke bo? A din qa është kjo? Kjo të regon pse edhe krimi është ma i nalt, kur dalin jashtë. Pse, apo kuptoj? Jo, po një me, se është si me thonë, qa që kreativ janë, sa që du të ata me shpërfaq dikon. Edhe unë mendoj që shteti duhet shumë me bo për me ndërtu qatë skin ku njerës, qëfare do që është ajo? Adin, po folim... Ti po thu që njerëzit bohen kriminal që s'ju afrohet mundësia. Unorthodox ways. Jo, po du me thonë që mu ka përqy shumë edhe menoj që i përshtatët shumë popullit tonë që këse. Jemi si drejt fundit bisedës, ka që nga ka premtu koha, por nuk mundem si mos të bëj edhe pyetjen e fundit që është planet për vitin 2026, në qka do të fokusoheni si mendoni me i kopë. A bën me anis une, se po dugi me mani që të përgjigje. Plani jam është, mas bari me qenë falenderuse për qa do që kam. Mandej me punu për ato që po du, edhe nëse nuk i mri ato që po du mrena vitit, i thonë vetës, i mrin ma vonë. Por nëse nuk i mri ma vonë, e ndroj, shkoj digon tjetër, abden, bëj diqka tjetër. Ama nuk luj për menve, kështu. As nuk jallo vajna i kujt. Punoj edhe unë, sikur se cili prej neve, për me bu matë mirën, edhe për vetëm, po edhe për generatat që vinë, ama mas pari duhet me u knaqë dhe me u gëzu me ato që e ki. Pas punon bre gjek për generatat që vinë, qka punon? Gjithë punon. Qka? Gjithë. Ti gjithë i lenë diqka në mënyrë indirekte. Ata kanë me të pa ty kanë me u inspiru prej teje. E vërtet. Qa do që ki bu dhe qa do që lenë? Ajo së qëllimi jot, ajo është shumë e mirë që të vjen për mas. Menova që po thumë kom me punë, thash mos po hin në arsima. Se dita që ato do. Duk planet për 2026. Kur gjo, unë e buk falisht sen. E kom qëtë filmin indi nëse bëhet që ke pasaport. Nuk e di qëfar filmi. Jo, për përtesa tjera. Një sen ka ndodhi mirë, sepse kur u anullu kjo si do qoftë projekti, ata thanë ta majna qelë komunikimin se e kena një rol tjetër për një film tjetër vitin tjetër. Edhe veta qka, tha jom tu sa të krym që të projekt, mas nej të, si më të thonë, pushojnë pak edhe... Që pa të amërin, aj? Kosh? Që indiani. Nuk ka fol direkt me indiani. E me kom ki volë. Dhe Amerikanët. Amerikanët. Edhe pritë që është sori interesant. Edhe pja bëj, thash, okej, qa keni plan me bo, tha nuk e dim hala. Me që ata jonë shumë fetar, krishter fetar, se bojnë filma biblik, epik, adin. Ja propozova Skënderbeun si ide, edhe ja spjegova pak, edhe tha sounds like Braveheart. Thash është edhe ma e mirë.
Edhe ja qova një libër që të botimi i ri që ka dalë i Marin Barletit, një Amerikan që e ka në 2024 në prill kish dalë. E ja qova ati e kish marrë, tha faleminderit shumë, kur e ka pa 800 faqe. Po si do qovë, do me thonë, edhe une shpresoj që dikush e bën qatë film, se është një temë që si shdasht me mirë vish filmi 53-ës, po i shdasht adem. Edhe psa i film së i keqeq, për atë kohë. Po... Buhën remake-a vazhdimisht. Pa tjetër. Kështu që unë ja qova dhe filmin edhe këtu, po shpresoj që... Mund të diçka me lidhje për punë të... E tani, a lunë të Skënderbeun? Nuk do me thonë, qef kisha pas, po se di. Do të mi andrejsh mundën. Të shohem pastaj. Qojnë. Në dyre ka pasaj syt. Gjelbert. Edhe ato e rregullojmë. Se po do me thonë që ajo është një plan, do me thonë me gjiru një ndi prap vitin ashëm nëse bëhet pasaporta. Shpresoj shumë që realizohet. Po, edhe tash puna tjera që të vinë. I presim pastaj. Ilikona? Unë tash në rafshin, me thonë, soristik, nuk kam do një plan, ama përpos nga muji tetor, planifikoj një koncert recital, kështu për qef, vetëm ju këty pak skena se her mas here. Unë jam qaq e plotësume me punën që bëj me fëmijë dalë gjithë kohës në skenë, që shkrina, unë e besom një që e kom lënë edhe vetë, jo, përmbushna, qaq shumë, sa unë nuk e ndjej nevojën pa tjetër me qenë skenë, pjesën solistike, me kërku një roli që ti ka. Edhe vetëm për qef, po du më këthy një koncert recital nga muji tetor për muajin roz atëherë kthej. Dhe kjo është si plan në rafshin personal, për me kështu. Ndërsa për pjesën e me Okarinon, i kemi këto udhëtime cilat planifikojmë, kemi dëshirë me realizu ato. Afër një tjetrës, qershor korrik, janë dy muaj cilat ne tash veç do të me vendosë për ku po fokusohemi. Ndërsa sa i përket periudhës ne zakonisht punojmë 7 orë, 8 orë, 9 orë, 10 orë më intensivisht. Përgatitje që moment prej janarit fillojmë gjithmonë udhëtojmë, sikurse vitin e kaluar. Kemi andej këtu në rajon, prap se prap, por që kemi mri me preke dhe qytete, si me thona ne, dhe njok të Shqipërisë, me na përcjell, e me na kërku, me shku, edhe në Maltëzi, edhe në Maqedoni mos flasim, kudo ku ka. Berlin. Ato, ajo së mos të talom, pa prek se vreni për mund ka me qenë shumë e veçantë dhe uroj të realizohet me një mbështetje, me një shtytje, du me trokit në çdo derë. Pa tjetër, edhe së më dalë. Kjo janë këto planet e vitit të 2026, po mbi krejt me pas edhe me qenë falenderuse për këto arritjet, që të edhe me punu ma shumë, po mbi krejt me pas një shëndet të plot edhe me familjen plot, pa brenga, pa shqetësime edhe me një lehtësi me imri gjanat. Shumë mesazh i lezetshëm. Kushtrim. Me thonë drejtën nave që kemi fillu për datat e vitit 2026, këtë vetë në fakt. Me që kemi bu në public një koncert, cilën është grupi Maribone, një super rikëthim edhe ku po potencialin, jo potencialin, me thonë për reagimin e audiencës. Definitivisht Maribone është. Me 18 korrekt kam e qenë në parkingun e Pallatit Rinis. Normal biletat janë dalë në shitje në rejvistravel.com për këtë ata që bëdojnë një VIP-a? VIP-a është 80 euro, nuk është rejtë. Jo për vetisë. Okej, se të gjë. Për ndonjë VIP. Kështu që është pjesa tjetër me 15 maje kemi një artist gjerman, Marcel Derman, këtu për bëj për herë publike. Me 4 korrekt është tjetër një artist që me në i gjenë ju më këtu, po halo nuk muj me bu publiku për shkak normal kontratave. Edhe koncertit tjetër, jo ato jo, halo në herë, kena plan 2027. Edhe planit tjetër me 12 ngusht, kam e që një tjetër super big concert, cilën halo nuk kuze kojgjë me bu, po koncert, pra. Koncert, po. Normal jemi fokusu pak të koncertet, se normal kam e qenë edhe pjesa e konferencës Prishtina Music Week, ku kemi mundu me sjell pak këto old school artista, ose tash po shohim se çka po dojnë edhe audienca, normal se tash po dërgojnë kërkesa, hej, sjellë këtë artist, po normal, në bos mësive po mundove me bo këtë realizueshme.
Goxha punë, Kërështë që na jemi përgatit kogja mirë, Edhe Pink Floyd apo. po, edhe? Edhe Pink Floyd si përmende. Edhe Pink Floyd, apo në maja, kështë që ko Pink Floyd edhe kanë me qenë ajo pjesa si tribute me Pink Floyd edhe me Hans Zimmer edhe disa projekte tjera. Kështë që ko, jemi kështu na kemi punu vazhdimisht edhe në 2025 dhe në 2026. Kështë që se realisht nuk më nësht mi bukt ose mi rezervu artistat e mdoj mrana për një periudhë shumë të shkurtër. Kështë që po kena kogja ku për me bua dhe shqitjen e biletave si qyshtë. Mirë, erdhëm në fund të darkës, unë po ju falenderoj shumë që fillimisht që e pranut ftesën me qenë pjesë e Ekspresit Festiv. Është gjithmonë kënaqësi me folë për sukseset, por edhe për sfidat, sepse dhe ato janë pjesë e asaj që na kanë ndërtuar në profesionin tonë. Unë nuk kam nevojë as ta them, por po e them me gjithatë që në Ekspres do takohemi gjatë 2026-ës. Jemi gjithmonë të gatshëm t'ju mirëpresim për me i promovu të gjitha projektet e juaja, sepse me të vërtet i jetojmë bashkë me ju arritjet çfarë do të qofshin ato. Ju falenderoj shumë edhe ju uroj edhe një herë një vit të këndshëm dhe të shëndetshëm. Faleminderit gjithashtu. Gëzuar. Ta bëjmë një gëzuar kështu bashkë para se ta përmbyllur emisionin. Hajde gëzuar. Për një 2026 si gjekit, jo si te. Të dashur shikues, ky ishte edicioni festiv i Ekspresit për këtë vit që e kemi lënë pas. Unë po shpresoj shumë që jeni ndarë të kënaqur me bashkëbisedën që kemi zhvilluar me të ftuarit tanë. Sigurisht edhe juve ju falenderoj shumë që gjithmonë na ndiqni me shumë vëmendje për 365 ditët e vitit. Jeni gjithmonë pranesh duke bërë emisionin Ekspres, emisionin e artit dhe kulturës më jetë gjatë në vendin tonë. Ky ka qenë gjithmonë qëllimi jonë edhe unë shpresoj shumë që do të takohemi për të mira. Ju uroj një vit të këndshëm. Faleminderit shumë.